Përshëndetje të dashur televizionistë. Mirë se erdhët në emisionin Kost TikTok. Unë jam Ismail Baxhaku dhe me mua në studio kam kënaqësinë e veçantë të prezantoj një 19 vjeçar i cili ka krijuar një kompani e cila merret me digital marketing. Ai është Erion Vrella, 19 vjeçar i cili është ekspert i kësaj fushë. Erion, faleminderit faleminderit që pranove ftesën dhe mirë se erdhe në emision. Faleminderit shumë Ismail, kënaqësi për mua, faleminderit edhe për ftesën. Erion, kur e pash biografinë tënde, u befasova që në kaq kohë të hershme ke filluar me ICT. A ka mundësi më na treguar se si ka qenë jeta jote dhe si ke filluar me këtë fushë? Super. Unë kam filluar si një djalë i ri i Prishtinës, i cili ka pas gjithmonë ambicie, ka pas sfida ndryshme në jetë, po sipas organizimeve të mira, mundësive të mira, mbështetjes prindve, mbështetjes shoqënisë, kena mujt me arrit, dal ka dal të morë kanë i copi se cilët njëri profesionale dhe atare që në këtë pjesë, që me morë djeni qatë sa për mja njësë me shqit vetë produktet që kena bo na. Për ndryshe, unë jem student, jem fakultetin AOK, Universitetin RIT, është Universiteti Parë Amerikanë në Prishtinë, jem derin që jem ndër studente ta, edhe kam një ekip për momentin në Gen Z pej 7 personave, cila përshkën që ta super. Erion, si kanë qenë sfidat për fillimin, ose ma mirë të them, si ka filluar kjo ide dhe si ka arrit mu implementu në realitet? Si çdo i ri, ka pas qef me luajtë futboll të në Prishtinë, po kam pas rastet cilat nuk u mujt, shkaku i shëndetit, kam pas disa probleme me bashkëkorrizor, cilën mua dhe familjes tona u ka dasht me i trajtu për vite me të radhë, shkaku i mjekësisë në Kosovë, na u ka dasht me shku mjeku në vendet jashme, edhe një sen që ju në kom pasionant ma sportit, a u kom futbol, a u kom not, kom pas qef edhe zhytës mu bo, nuk unë ka ndalë azot, dhe kom pas gjithmonë kurajo për me eksperimentu në senet të reja. Kjo ka qenë për moshës 3 deri në 14 vjeçare. Në moshën 14 vjeçare, Ismail, erë dita që u dashke me u bo operime, edhe pja tuhit mu në ka ndru jeta total, mu ka ndru 180 shkallë. Muna me thonë për disa sene për të mirë, për disa sene ma të keq. Për që ato qëllimet afat shkurte që i kom pas në atë kohë, mu ka dok demoralizim, se su një këthina ma futbolit, mu është dash mu me shku në rehabilitim një muj me nejtë shtret. Kom po keq që është një temë të u zhvillu në për veti, kom qenë mu ka dok që më shumë për mas. Edhe u dash me lanë notin, dash me lanë futbolin, që për mu në atë vakt ju në konë gjithë shka. Që qdo i ri tjetër, pas këtyne dyjave, ja kom njës tani pas operimit mu forcu, ka pak me shku në fitness, edhe tjetra ondër që ka qenë u konë e-sports, me u lujtë loja të cilat profesionalisht një munu me arrit, po e kom po që apet nuk është gjatë që unë flenë. Apet po thëmë, shëqyrë supporti i familjes, mbështetja prej tyne, unë kanë sugjeru në për trajnimet të ndryshme, ku nuk muj pa e cek Beetroot Academy, që është franqiz nga që kanë Prokotia, Software Company, që është e na mi kanë hapë dyrt, edhe pse ka qenë trajnim që u dash me mojt intenziv mi 18 vjeç, mu më kanë mundësu në atë kohë me provu. Tek e fundit me këshyrë, apo muna mu gjinë, muna me për hapë materialet që i kanë mojt. Ka shku gjithë shka në regull, i ko mojt 2 modulet e ta nërmuj shumë intenzive që kanë qenë për mu në atë kohë, edhe si shkollë që kanë qenë të mesmen, po edhe si direktim komplet i ri, se unë e kom pas qef, kom shku në për trajnime, në për kurse, po intenzivisht, me këshyrë si profesion, si një kapitull të rrit jetës tem, u konë gogja sfituse. Po, apet do thëmë, shëqyrë zotit dhe familjes më kanë bështet, më kanë shty për para, edhe kutia në atë kohë më patë marrë në internship, kam bojt në internship në mujorët e ta, deri se në zhvilluj në bojt junior, kom punu në projekte reale, më kanë bështet e gjithë ekipa, më kanë thirë sugari e ekipës, e kom qenë ma i riu në atë kohë, i bike sa i kësha bojt 16 vjetë, une isha në mujnë e parë që hyna në kuti, gjithë ka shku super. Sfida që kanë qenë kur e kom lanë kutin, se ka qenë një vend me harmoni ekstreme. Në konë stafi shumë i mirë, stafi ullhet që në konë shumë i mirë, në konë shumë supportus, dhe mu shkoku i qëllime akademike që i pata synu në atë ko, u dasht me lanë se u konë barë shumë e madhe për me mojtë edhe shkollën edhe punën. Pa u ndalë, s'kan shku në asa 2-3 javë, kom bo templates, kom bo faqe të gatshme që kom shku për shembull te lagja spitalit, te rruga B, tash të marru te rruga C, bregu i diellit, në ato vende ku ka pas lokale të vogla, po ka pas profesionist për shembull parokjer ose hair salon, unë varë komplet pe që ku mujt me pone, so që unë kam pranu, se unë kam bo shumë tri. E më shkuja kom prezentu, ka ndodhë dhe kom shqitë me faqe për shembull 300, kom ndodhë kom shqitë me faqe 400, edhe kom po që, okej, po mëna,
diçka me bo picina profesionit që, okej, shkova në trajnim, ke komplet në regull, shkova i neve akademike, nuk mujta me vazhdu punën, po muna me shkëthy që tonë parë, me monetizu. Shkoj të një pjesë, dhe shkoj ke për shambull, do të kënë muj kërcet ke 4 shifror në umri që për një 16 vjeqar, 17 vjeqar, u konë amazing, ka vedin. Po, apet po thëmë, ka ndodhë sene tretë që unë kanë pjekë shumë para kohe, për dësene është mirë, për dësene nuk e dhja ma ka qitë mirë, po që shërë zotit për bëj që ato që po këm qef. Edhe pas atë i kohë, ku e kom po që okej me foqe, po mu isha me shit një herë, me shit 2 herë, po nuk është diçka income stabil, mujor, kom provu edhe e kësha pas dizajnin të më fletë për mrena, po nuk e kom ditë, është tu kona hapsin e pa operu me pime, nuk e kom këshyrë kërë atë hapsin. Edhe shtë qërë zotit, po thëmë apet, ka pas njerës mirë që më kanë utheqet aty, kanë dash më kanë mentorat mi, edhe kom fillu me social media management, nashta një klient 2, se kom posi income që kanë ma në regull, kam pagu muj, e ke bu një strategjia fat gjate, jëm trajnu të një akademi të na për marketing, tani dizajnin e kom mësu se e kom posi mrena, po e kom mësu professionally në 100 doni që është Inspire Hub, më thonë jëm brëm e plët akademive edhe institucionet të në Kosovë që për një me më nëzirën rezultatet mira, ku pas asojna, ardhë shanca dhe kom po një poster që ka qenë pej ICK Kosovës, që e kanë shpoll që 10 start-upa kena mi thirë, cila për ty në e bën pitchin matë mirë, kena mi ofru një 3 muj pa pages një qera. Okej, unë e kom po, për mu konë qaje që unë ka vy, se okej, krysha pun, shkysha për një kafe ose në shpi, dhe shati qka mu konë ma official, zyre, me pos një vizitkor temën, me pos një vend temën ku vinë si në shpi temën. Një adres. Yes, exactly, një adres. Edhe shkum na në ICK, super na pranun, kënë 10, unë e kesh ma i rio, obviously po dihet, edhe pat idea shumë të mira. Shumica për tyne, ku unë nuk i kuptejsha edhe nuk e desha se qka është esenca, ka qenë slajdi fundit ku dosh me qëllu të regu qajnë të lypi i ICK-s, kanë qenë shumë marament, se kanë lypi 100.000 euro investim ose 10.000 euro investim, gjatë që jënë të munduna, po për hapin e part një start-upin mus mu ka do që nevojshme. Unë e kom pos fatin që në koni fundit, në atë list, edhe i kom pos që ka mbona sta gabime për tjerve, edhe ka orë i reni jam po mënej, që u dosh me prezentu kompanin Gjenzin si koncept, na already këshëm klienta për dalën për tjerve. Kështë fillu me Gjenzin? Jes, na këshëm fillu me Gjenzin 2 javë fora. Se me thonë 2 javë fora, u hap qaj posterët, tha okej po hi, se me thonë mas nesërish, edhe te provej fotin. A mo pa zyre ju? Ju, pa zyre, kafeve, zyre u konë kafja. Po mënej, s'ka po s'kina po zyre, na shpeo se në kafe na taku për punë të ditës, takimet në kafe, mainly, në Prishtinë, qaj u konë, hustle i unë. Rion, ku kuptova aty që do më hanë pjavleka, filloj? Ku e kuptova, është tregi malë shumë, ka vend për me operu shumë, kena rinit ma hniqme, unë kam kolegë që, adin, kom qef mu frimzu për ty në veç që kam post kalu me nashta shumë shtirë, po sot po mujnë mja dalë me një trajnim shumë ma shkurë, se fakultetin nashta që merë 3 vjetë, për 6 mujë trajnim, po unë është mu zhvillu, për merë mas vidi se njëri besu shumë, po unë është me bot kitë produktet e mundshme, mi zhvillu kitë shërbimet e mundshme me ta, që ato e kom po që okej, ka senet mirat e nangës. Erion, pak të folim për Gjezi Digital Marketing Company. Ka mundësi me në të regu se cilat janë shërbimet cilat të ofroni ju, edhe ku kini të tregu në Kosovë apo jashtë? Okej, super. Na në Gen Z, kena qef mu privilegizu si kompani edhe agjensioni parë që mire direkt me ngritjen e engagement të generatës zë në kompania apo korporata, që i bije me fjallë të shkurtë për mes marketingut, që dohet në design kreativ, kampanja që duhet mi optimizu, edhe disa add-ons të tjera, na kena qef kompani në gjofshme si Gjirafa, për shambull, mi optimizu qysh me blesa ma shumë gjenzijat për Gjirafës. Koncept është shumë specifik, gjatë që kom qef në të ardhmen mu konë shumë aktuale dhe me zhvillu, për momentin në Kosovë jena dhe si na të e gjithë vetën me qato, dhe pse kena posë bashkëpunime të mahneqme, po direkt minimum me gjithë Gen Z si kliental për kompanit dhe korporatat e tyne ka qenë pak problem, se s'ka posë shumë use case scenarios, nashta janë në dy durët më nëshmi numru sa kompanien që muna minimu na në Kosovë. Në venet e jashme po, kena po sukses, kam posë kompani që kanë qenë shqiptar, na kanë referu në kompanit të tjera, kena kry shërbime për 6 muj, i ka funksionu strategjia ju, i ka përqy gjithë shka që na të bo me ta, dhere tash, kena pos ndere me Mitelt kompani me bashkëpunu, e ne si startup i kena 1 vjetën në muj që është
ju një shkollë për një Harvard në Kosovë që në ato e kry përmes qësa eksperiencës në Gen Z që e në ato bo. Gen Z-a me lokacion ku jeni? Najna në Tech Park Prishtina, është shtëpia më e madhe e teknologjisë që një vit, jemi atje located për që jo hopë si lokacion, është vend Mahnic, ju kësha sugjeru të gjithë me online edhe me kështë. Paguni që ratja, si janë kushtet për shembull për startupat që fillojnë edhe si janë kushtet për shembull? është shumë sen i mirë, në vetëm fillim kur kam qenë në Tech Park e kom po që s'ka pas shumë interesim, tash është një projekt i cilë thirret startup, e kam pru Stiko në Tech Park, cili startup që ka një ide vjen në startup, e ka zënë ide në vetë, e ka nxyrën coworking space pa pare 6 muaj, mas 6 muaj kanë me pagu një shumë simbolike për 20 eurove, mas një vit kanë me pagu një 40 eurosh, në është kitjen shumë simbolike, veç aje që me zhvillu ide, veç aje që qëndi qka një koncept për para, i kitë rrym, uj, ven, 24 orë, në 12 natës, Ramazan, festa, gjitha që ato që të ki nevoj ti, e ki një ven ku mundesh më mbështet me moj takime, apo edhe punë operacionale çdo ditë. Folëm për sukseset, Erion, na trego pak për sfidat cilat i keni kalu të në tash edhe ato aktuale, sa është të vështirë të krijosh biznes, të biznesi për para? Në sen që e kësha thonë gjithë dhe moshatarëve të mi, është që është e vërtet që është e shtirë në fillim ja fillu, është e vërtet që mërët një duk një malë shumë i malë që s'moni me nëgjit, po gjithë mund dijeni që s'bën me lamë me t'ik ona, do shme një kondrën tane. Mu nësë më pytni, Erion Vrella ti, a e din që ka jetu bo, unë e muna me thonë që, hale nuk e di që a du me bo, që është a i pytje që a du me bo kur t'ritesh, unë hale nuk e di që a du me bo kur t'ritesh. Qka është e rëndësishme është që duhet mja nis, se kena platforma dhe kena vende në Kosovë ku unë mja nis mi bo që të sene. E tash, për mu këthy të pyte edhe një herë, nëse më nëshme me... Po, sfidat, challenge që i ke pas, kur e ke fillu... Konkretisht challenges, e sta do është ta me pojnë gjithësysh, konkretisht challenges që e kena pas është parazykimin ashta i moshës, që e kësha bo awareness të kitë kompani që e në Kosovë, mos parazykone nëse një 19 vjeqar, një 18 vjeqar, një 17 vjeqar vjen të kompania e juve, edhe për ju ofron një shërbim të caktum, se nuk është ma interesant me shku në një kurs që mësën intenzivisht, të një sen caktum si UEFA që me kriju, ose të pak të në dizajnë mi bo, me 15 vjetë është shumë normale. Kompanit të na jënë të qelë akademi pejt 9 vjetë, për 7 vjetë, për mi zhvillu dhe mi ditë rjethoja. Që më thonë, nëse vjen një 16-17 vjeqarë të jo, mi thonë, okej, nuk po du me pare në ashta me monetizim, po testëm, të bëj eksperiencë, mu si refuzoni, që kjo kësh me qenë awareness në neve që nuk na u kështë jep. U dash me shku 3-4 takime, u dash me shku verës mu njërësit në për lokale, që s'kena pas lejet kërët, autobuset i konë bingar kum, u dash me shku knock-knock, se s'lin lokal me shku dhe tënë stafë, mi ka du si të tënë tina, nuk jena të bëha i gare, si na indiana, jena real, jena të dash me bëha për një mesanet mira. Edhe që kjo konë sfida jonë, tjetra sfida që ka është mentorët. Nuk e di për çfarë do lloj arsye që e kanë, as personale, as që kanë shumë punë, apo profesional cilët mundë me në animu neve si Gen Z kanë qenë të pakt, na kena pas shumë probleme me mentor. Nuk kena pas njerë që kanë thonë, okej, Erion, po më pëlqen që e të bote, ju në kanë hopat e tu, çdo ditë, natë, 12 natës, që do që të ki, pyetje më thirë mu. Nuk e gjenë të tërkën, më thirë mu, një mëj që ato sfide që e ki. Qëto e kena pas sfidë tjetër? Tjerat nuk e kena pas problemi. A kena met pa mite financiare, kena met. A kena met me punë për mas, në herë kena met, po gjithmonë Gen Z e ka një sen që bashkë dhe pashpunëtor, për na qujnë si Gen Z machines, që gjithmonë e gjena një mënyrë apo tjetër edhe e kryna punë. Tu deshta dalë këto institucionet shtetërore ose organizatat ndryshme, a keni mund me përfitu në një ndimes, në një support? Organizatat shtetërore, s'po di. Po dhe për shumë... me fol heq për organizatat shtetërore, se është... Po këto ambasadat ose organizatat, gize... është shumë pak. Organizatat si KCDE, si TEK, si STIK, yes. 100% kanë qenë full. Ata ashtu kështu shumicën e projekteve kanë me rinimen, si s'kanë prit neve me na plug. Një sen që kësha dosh me cek për shumë për organizatës KCDE, nave që kena bashkëpundur, i kena animu mi rrit dekët e ty, në mi fitu ma shumë projekte. Një projekte që e patë mujën e kalum, para 2 muaj në fakt e patën mi trajnu të rinjt në ICT. Kanë qenë dega për cyber security, ka qenë dega për server testing, ka qenë dega për digital design edhe AI, ku kom posën derin edhe më ka nëzidhë mu, mi o jepë mësim bashkë mëshatorëve të mi për digital design edhe AI. Kanë qenë janë 1 muaj e gjysë që jëmë kënash për besë, kom bo full passion, ka qenë dër eksperiencat më të mira që kom ujtë në herë me bo, edhe fun fact për gjithë ata që kanë qef me ndëgju storjet mira, 2 prej kolegeve që veç i kom trajnu në atë pjesë që kanë qenë organizim, jënë të bashkan gjitë në Gen Z, që është
sens shumë i mirë dhe kanë mendjes po pres me janis punën me tyne, me ta. Erion, për shumë kohë, sidomos për bizneset, nuk është një fush shumë e njohur kjo puna e digital marketing. A mundi me nga të rëgu se qëfar efekti mundi me pas një digital marketing kompani në bizneset e tyre? Është pjesë edukuese që duhet në mojë se cili treg edhe na kompanit edhe agencionet si sidomos marketing që mirëmi, apo agencionet si koncept overall, duhet të nkohen me shpërndo sene që i tregojnë kompanive që hej, të është me pos marketing në rregull për pjesës dizajnit, kreatives, optimizimit, reklamave dhe me investu në këtë pjesë, nuk është shpenzim, është investim se çka shtritet numra. Tash në pianisi pi rasteve të para na stan Gen Z që kena pos. Ndër klientat e parë kena pos një kompani Emis Thirrët kanë shit baklava. Ka ndodhur që me një bajrami kanë shit 20 baklava përmes dhe optimizimit dhe një investimit tepër të vogël që kanë bërë me neve, pi çato baklava që i kanë shit për një bajram i kanë shit 500 baklava, domthonë dosh mi marr 10 punëtore me punu një javën e fundit, me shpërnda këtë porositë dhe ka qenë diçka amazing ashtu. Kjo është një sen që mundet me pas marketing, jam të folë për bizneset të vogla. Tash për bizneset moja, si në ka ra me bashkëpunu me konsonin, kom posën derin, me bashkëpunu me ndërkom korporatat, më na mjë thonë që të tënd ushqemi për produkte të tyne, për mishit dhe për vezëve. Këna pas raste kjo i nga të regu, okej, e keni pjesën ku e pjek një mishin qëtë në jashtë se ju i keni 28 pika dhe vetë që është marketingu ju. Okej, kena investu me një reklam caktume, ju në regu që keni oferta, po të bojna një mëngjes shqiptarë që shdo këtë një design 3D të bukurët, të bojna advertise. Edhe që ajo ka ndodhë që i kanë rrit 2 pika me neve që ato mujë që kanë bashkëpunu dhe ka qenë diçka amazing. Që ka marketing legit të na, mundet me shku për para kompanija me marketing të na, ju kësha lutet të na kompanive që hezitoni me bo investimet të tila, investoni se marketing nuk është shpenzim, është investim që qënë për para kompanin. Erion, unë i pash disa nga aktivitetet tua të cilët i ke bërë në për organizata, ke qenë edhe si key speaker në për konferenca. Ka mundësi me na të regu pak këtë pjesë? Po, nëse kish mujt edhe regjia me pjesën tjetër ku kanë qenë fotot, super. Pianisin ashta pe që sajt parës nalë, që po shihet një djallë i ri dhe i vogël, Kosta ICT po shënën që atë, edhe viti është 2019, kjo ka qenë prezenca e me parë mas operimit, që më bo operim, ku më thonë, okej, të marrë vetën që këne për si konferenca, të këshyri që apundohë, kam qenë volontir. Vullnetar, kom lidhë HDMI cables në për kompetir. A veç që kom një mu kom pas qef, mu kom shpirë të tyne. Kjo ka qenë komplet changing point për mu, se që atë pak ma përmas një tend, kanë qenë një startup i cilë e morë një investim për një Gjermani edhe ju që u gëzum për një më veta këtësejshin. Edhe unë e thësha, okej, në të ardhme në po kom qef më konë në këpucat e tyne me thonë, Erion që kjo Gen Z-ja, po më duket shumë koncept i mirë, hajde beqirem një zyre New York, hajde beqirem një zyre në London. Edhe që kjo ka qenë komplet që kom dosht unë me bo, kom thonë, që të hopa po du me shku, në 2019. Shumë sene ka ndodhë, shumë hjeka ka ndodhë, shumë bashkëpunime ka ndodhë, shumë natë pa gjuma ka ndodhë, është faqja e dytë, ku na kena arri, mu bo bashkë organizus të kësaj ICT-s, edhe kena po standin të unë si Gen Z, që dy foto jënë vetëm 5 vjetë ndërmjetë. Në 5 vjetë dedikim, 5 vjetë përkushtim, 5 vjetë natë pa gjumë, ta kena mujtë për një andrët, një djallit Prishtinës, që nuk e ka di që të dosh me bo me jetë, me kësy për para të një kompani që i ka punësën këtë shok të vetë që punën për ditë me ta. Në që kjo është fuqia që ka e kena na në Kosovë që ka mujna me bo. Ku ka pos gazetarë, kjo tipi këtu ka qenë për New York që ka ardhën, Kosa ICT, ka bo videos, ka pos podcast, u kom public speaker, ka një mu njerës që me full në pjesë të public speaking edhe ka ardhë të nga, ka thonë, okej, po më qenë Gen Z, shumë emër i mirë, qa bëni, tek bëni, edhe ka në ardhë. Së di, na kena pos një 100 dhurata që i kena shpërnda posters, çokolada e sen e ketin shkumre nga 2 ore. Në ka përqy koncepti i Gen Z-s. Tjetëri sen, ka qenë në 8 orë, këna qkep 3 vouchera në vlirë të 700 eurov për ndërë të mujtë kancerit gjirit, gjithë dhe femnave që jenë shpirë, që kanë shpirë në tërmars. Ju vynë një logo koncept për mja njës, ju vynë një strategjie marketingut për mja njës, ju vynë një UFO që për mja fillu biznes e tyne, ne e kena ofru pa pare. Në donë, 3 për tyne që i kena zjedh, kanë qenë 40 e diçka aplikant, 3 për tyne i kena zjedh, e i kena maru produkte cilat ju kanë vi për mja njës gjurmës tyne. Që e poshtë është loga e Gen Z që u dollë gjithë kone për sponsor të Kosa ICT-a, se mu u konë ondër pej vullnetar me post logën e kompanisë të na si bashk organizus të Kosa ICT-s u konë amazing. Po dhe tjetër, ka qenë Dimexo, Dimexo është panajiri maj madhë në Kosovë, në Këllën për marketing, njëhet që 20 vjetë që mohët,
edhe ka qenë një raport që i na shku me forcat tona në KSICD, ky bashkë me mua është bashkëpunëtore nësare, që dhe ne kena salesman në Gen Z, edhe u kanë ashtu amazing. Na thonë, okay, me forcat tona jena të shku me një panajër në Gjermani, pesesëm Kosovën, jashta Kosovë, për kalzone që ka një djemë tri që mund me bo shërbime si jo në Gjermani. Kjo është komplet ekipa, Leka, Arta, Daorsa, Ensari, unë, Erlisi, në stand. Kjo ka qenë hapi ku e kena thirë me këtë CD-n që e majtëm trajnimin, që u konë shumë përmbojshës për mu, me gjithë po presë me fillu grupet e tjera, se u konë amazing. Edhe kjo tjetra është kër kena shku në Shkup të fakultetin Nën Tereza, që shumë i romerë që shumica, jo për shumica, po kejtë po folëshin Shqip, me dhe Shkupi, ishi shqiptar. Kjo është profesori Deba Brata Samantha në RIT, e cili tha Erjan, Daors edhe kjo kolego tjetër Driti, tha të juve kom posë gjithmonë diçka, edhe Driti i ka 20 vjetë, ka kompanit vetëm për jetë, që kena rinit hatashme. Unë e Daorsa punojna bashk, Driti vetë, Deba Brata tha, pjëshë juve, jeni të angazhuar, jeni të nkohën kampus, për kryni punë të juve, për kryni punë të fakultetit, amazing students, a jeni për me shku me mojt një speech në Nën Tereza, merë ne ka një tim, sot juve ju pëlqen, na e morëm për cookies në website, që shmunët cookies në website, mi dini mu juve marketing and automations, Driti mu sot rrezikshme jën cookies, edhe shku mëdër në Nën Tereza University në Shkup, edhe një salë për 100 studentave që në konë mushator të unë, ne ja u jepë mësim dhe të regum që qëtu sene muna mi bo. Erjon, këtë energji, ku e merë këtë motiv për me bo gjithë këtë punë, gjithë këtë angazhim që e bon ti? Drejt me të regu, pa dasht mu viktimizu se mi hi pjesëve të ma herësëm që i të regove, e kom po që jeta është shumë e shkurt. Edhe mundësit jenë shumë të moja, edhe kena amazing rini. Adin, është shumë sa një mirë, sa njerës të mirë i kena në Kosovë. Më thonë, jëmë për familjeve që pjesën financiare nuk kena pas problem, kur babën e kam themeluz një ndër kompanive në Kosovë që të tëndë kur t'ju mesin të pijat pa ullon në Bajram shkonin të shtëpijako. Kështu që nuk kena pas kur farë problemi, ka na financiare, ku mujtë me shku mu studiu në New York, ku mujtë me shku mu studiu në Angli, ku kum dashtune. Po ku kam flejt zemra me vepru, operu e mu qush dhe ditë pizhume me shtu probleme ka qenë Kosovë, edhe frymëzimin e gjenë Kosovë, se e di që ka shumë potencial, kena rinit të mahniqme, kështu që me nëzës po presmi po hopat e arsëm të Kosovës. Këshilla për ty, për rinin, se je personi adekuat, cili mund është me drejtua gjeneratës tonde, se qysh me reagu, që me bo, qysh me ndërmar veprime, jo me rritë në shpi, me mendu, actions. Yes, tash pa dash me soundboarding, comfort zonën na shqiptarët e kena limit. Comfort zona është ku me një rrugë shumë të vogël në shumë monetare e me zero zhvillim në ashta tonin profesional në ajnat knast. Se kena një kullëm i shpi që e kumit trashegim, e kena buk me hongër, nuk e kena problem. Unë që ka përdu me thonë është që punëve si kamarjer, nuk jem kërgjë këndër, punëve si kamarjer, shankist, punët me pare të shpejta, për që nuk zhvillohesh profesionalisht, ju kësha thonë komplet kolegët mi largonë në distancënë për tyne, se kam e qimë punë që kam ju mashtruve që ka kuj punës monetare. Nasa regjia mu në këthejna petë qatë fotë, kur kom pos prezentim, është një fotë e jemja ku unë si një 16 vjeçar që aty në fund, me qatë majicën e bordë dhe të kaltërt, nuk kom ditë që ka jem të dasht me bo, kom ditë që di website, di marketing pak, di design, I will combine those dhe kom e nëzirë një produkt që herë dhe kur dënë, të ardhën kam i vyjë një kompani, që që mundësitën të moja eksperimentoni, ka shumë trajnime të mira në Kosovë që mundi mi ndjekë. Nashta një fakultet 3 vjetë që ndjekni krasisht fakultetit ndjekni edhe një kurs, një trajnim 6 mujor, 3 mujor, shkonin në trajnime si KCD-ja që ka organizate, ju mësojnë soft skills, ju mësojnë më lidhë me njerës për Norvegjis, për Amerikës që i bojnë connection e studentave, just network. Unë që e shkonë sa një maj mirë është më ju thonë mëse njek një paren, njek një që ju njek qëtë mrena, që ju hanë qëtë mrena për ditë më qu, edhe me po nesër me boko me bo ma mirë. Mu për vetit që ju në ka ullhec për para, tu po njerës si babalartë dhe familjarë tunë që kanë ventures të tyne që i një mujnë edhe u shqenë qendra e mija familje në Kosovë, mu më qujnë për gjumë thëmë që muna me bo diçka tilë në Kosovë, muna me që Kosovë më për para, kështu që mesazh për
kolegët e mi e kam që ju thëmë gjithë, asune nuk e kom ditë, as nuk e di, hala që ka du me ba, just Mos hezitoni, do më thonë, që se s'kini ide, mos hezitoni. just do it. Just do it. Veç bëje, ke mu gjinë, ke mu rrug me një qëshë, ke me dalë bounce në murin tjetër, ke mu gjinë, ke me rrug me një njeri që ka me të gjithë 10 lidhje. Ka me pas 3 muaj që s'ke me pas kur fara aktivitet, ke me thonë pi bi pishmën që më ki deg, po ka me të qelë një deri që ti ke mu knash komplet, mujtë e ardhshëm. Kështu që consistency është seni kryesor që doni me pas, motivimin me ditë ku me gjetë, edhe patient, të më ndurimin do në me pas, të 3 shtylla më bështet në une për ditë, kështu që ja kësha sugjeru të me më bështet në to. Erion, shumë falenderit për këtë gjithë informacione. Faleminderit edhe ju. Vërtet të uroj shumë suksese personale dhe të kompanisë Gjezi Digital Marketing, edhe uroj suksese, vetëm suksese. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi këtë top emision, shpresoj që veç që ngrejmë koma profesionistin edhe veç mbushet ma shumë, edhe shpresoj që pak a shumë një copë shpirtit te me kom lanë në këtë emision, sa do pak me shërby kolegëve të ndoshën. Shumë falenderit, a jem shumë mirë njohës jem për prezencën tonë me të drejtën. Faleminderit edhe juve shumë. Të dashur teleshikues, i falenderit shumë për vëmendje, ishte një emision shumë special për mu, pasi e pata një të ri i cili me energji shumë pozitive na nderoj në prezencë në emisionin Kos TikTok. I falenderit për vëmendje, miru takofshim.